Albania Space, kanali më i ri në YouTube. Subscribe, like dhe comment kanalit më të ri të shqiptarëve anë mban botës. Plumbi që i mori jetën, Mainz u shkrep nga Sadakati. Përpjekja e saj për të vrarë Alian si akt hakmarrjeje e vuri në rrezik jo vetëm veten, por edhe foshnjën që mbante në bark. Në atë moment kritik, Alia lufton për ta mbajtur gjallë, ndërsa mbi supe mban peshën e një vendimi tepër të rënd. Qihani beson plotësisht këtij vendimi, por Sadakati nuk tregon të njëjtin besim. Ndërkohë, zbulohet se Mine prej kohësh e kërcënonte Aylan me një sekret tronditës. Ajo i thoshte se do t'ia tregonte e çmelit të vërtetën, se Denizi është nipi i tij. E tmerruar nga pasojat, Ayla u përpok të bënte një pakt me Minen, që kjo e vërtet të mos dilte në dritë, por Mine e trahtoi dhe mori në telefon e çmelin për t'i treguar gjithçka. Por Sadakati veproi më shpejt. Me një akt ekstrem, ajo e vrau Minen, duke menduar se kështu po mbronte nipin e saj. Sepse nëse e çmeli do të mësonte se Denizi është nipi i tij, ai do të kërkonte ta merrte me çdo kusht, diçka që Sadakati dhe familja nuk e pranojnë në asnjë mënyrë. Por pyetja që trondit gjithçka mbetet. A do ta mësojë çmeli të vërtetën? A do të zbulojë ai se Denizi është nipi i tij dhe se Borani është djali i tij? Një sekret që Sadakati ja ka fshehur prej vitesh. E vërteta po afrohet dhe pasojat mund të jenë shkatërruese.